Kur flasim konkretisht për kujdesim për veten, po i referohem sëmundjeve dhe asaj se çfarë ne bëjmë realisht dhe shpesh nuk i drejtohemi mjekëve për të marrë konsultën e tyre derisa e shohim që është gjendja goxha më serioze, por se sa mund të shkojë ky seriozitet kur bëhet fjalë për sëmundjet për gjakun dhe ku mund të rezultojnë pastaj përfundimi i tyre dhe shpesh mund të hasim ndoshta edhe me probleme për trajtimin e tyre dhe mund të përfundojnë me fatalitet. Po si duhet parandalohen këto? Do flasim me një mjekun specialist, hematologun Adriatik Berisha. Adriatik, mëngjesi dhe faleminderit që jeni. Kënaqësi që jam në studios juaj. Adriatik, po nisim pra këto, e përmenda pak a shumë me këto, cilat janë simptomat e para për shembull kur e dim që kemi vetë probleme diçka me gjakun, me sëmundjet e gjakut? Kryesisht me sëmundjet e gjakut ka shumë probleme, shumë sëmundje. Më e shpesha, ndoshta më shpesh është anemia. Anemia është një gjendje e organizmit kur nuk ka mjaftueshëm ndoshta qelizat kuqe të gjakut që janë të shëndetshme faktikisht. Kjo është një përkufizim ndoshta më i kapshëm për aneminë ose në vlerë e ulur e hemoglobinës përmes cilës dhe për cilët oksigjeni në pjesë trupit. Anemia është bukur e shpesht dhe ka plot shkaktarë dhe paraqitet te plot persona. Prej fëmijëve të vegjël, kur janë në proces të rritjes, fazat rritjes që nuk jam shumë i thirrur me fol për ta për shkak se jam pediatër dhe deri tek moshat e shtyra, të cilat vujnë nga sëmundje tjera që dhe shoqërohen dhe me anemi, si sëmundje sekondare. Domethënë është një sëmundje ose problematik shumë e gjerë që prek shumë pacienta, shumë njerëz dhe pa dallim moshe, domethënë. Shkaktarët janë ndryshëm, ka shkaktarë të shumë, ka probleme të shumta, ka lloje të shumta të anemive, por prezenca e saj është e madhe te gjithë personat. Nëse po thënë gjithë, po te një pjesë e madhe. Praktikisht nëse i referohemi statistikave, ndoshta në 3 persona ka probleme me anemi her pas here. Cilat janë shenjat Adriatik që mundam me vrejt, për shembull, para se shpesh nuk e vrejmë derisa ndoshta bëhet pak më shumë. Po shenjat e anemisë varësisht edhe prej llojit të anemisë, ka disa lloje anemisë, disa që janë më shumta me raste kam fjalën, më të shpesha dhe varësisht prej llojit të anemisë, shenjat kryesisht manifestohen me një lodhje të theksuar, me plagështi, marramendje, palpitacione, një çrregullim ritmi i zemrës, ritmi i shtumë i zemrës, dobësim plagësh, thyrje thojsh, lodhje të përgjithshme që përcjell organizmi, lodhje e theksuar që shkon të urrit varësisht nga lloji i anemisë dhe personat kryesisht pacientat këtë rast kryesisht rezistojnë në fillim. Shumica e tyre rezistojnë varësisht prej llojit, gjithmonë po flasim varësisht prej llojit të anemisë, por po flasim përgjithësi. Disa prej tyre në fillimet e tyre rezistojnë për shkak se organizmi mund të qenë i përballon dhe ambientohen me anemi që nuk është mirë me ambientu me anemi, besoj që duhet me u drejtu mjekut momentin e parë që paraqiten simptomat për shkak se me rregullu, me sanu, me kohë, sigurisht që ka kostomatolët edhe për shëndetin spore dhe aspekte tjera. Cilat janë llojet më të shpeshta të anemisë që vetë përballeni ju? Po, anemit janë shumë llojshme, unë përmend disa prej tyre. Përmend disa që janë më të shpesha, disa që janë më me interes të shoqëzve me i ditë dhe me u përmend. Filloj prej anemive që shkaktohen nga një mungesë e caktuar me një elementi që është i nevojshëm për jetën, siç është anemia për shkak mungesës së hekrit, anemia për shkak mungesës vitaminës B12, anemia për shkak mungesës vitaminave të caktuara në organizëm, deri te anemit që janë anemit hemolitike, që janë anemi që shkaktohen domethënë nga vetë organizmi, që vinë si pasojë sëmundje autoimune apo dhe disa grupe të mëdha më të shpesha që i prek më shpesh me popullatën dhe që është pak më prezente, është edhe anemia për shkak mungesës së hekrit. Zakonisht dhe femnat më shumë ndoshta se mashkujt, shkak të proceseve biologjike në organizëm. Anemia për shkak mungesës së hekrit, po flas pak më gjerësisht për ta, me qenë pak më konkret dhe me kuptu drejt. Bjen si pasojë e humbjes të hekurit,
vije si pasojë e gjakderdhjeve të ndryshme në organizëm, me humbjes gjakut, kur humb një sasi e gjakut, humb dhe sasia e hekurit, kur vinë rezervat e hekurit në organizëm, normal që shkaktohen pasoja dhe simptomat që veç se i përmendëm disa prej tyre. Në paraqitet një lodhje, një plagështi, marramendje, një këputje, një përgjumje, humbje apetiti, humbje përqendrimi, dobësim floksh që përmendëm, dobësim thojsh që përmendëm, gjitha këto për shkak të qarkullimit të gjakut dhe qarkullimit të oksigjenit së bashku me hemoglobinën. Te anemia për shkak mungesës së hekurit ose sideropenike, siç është term mjekësor, vije për shkak të humbjes gjakut, siç e përmenda, për shembull te femnat, ato që kanë problem me cikël menstrual, sasi e shtuar me ciklin menstrual, ose cikël i shpesh menstrual, humbje që është humbje gjaku, më shumë se sa që kompenzohet dhe bjen në anemi. Te mashkujt, që nuk përjashtohen dhe femnat këtë rast, janë kryesisht dhe problemet gastroenterologjik, traktin gastroenterologjik, domethënë gjatë traktit gastrointestinal, nëse ka në herë në gjakderdhje ndaj problem. Po anemia për shkak mungesës së hekurit vjen edhe për shkak pasojave tjera, mundet me qenë edhe për shkak hematurisë. Hematuria është procesi i urinimit, domethënë mundet me pas me qenë procesi i urinimit me gjak. Domethënë format ndryshme të humbjes gjakut e shkaktojnë aneminë e mungesës të hekurit. Në këtë rast që veç jemi tu e diskutu. Dhe kryesisht menaxhohet, përmendojmë që mos me mbet borxh dhe shikuesve me përkufizu zakonisht kompenzohen rezervat e hekurit. Rezervat e hekurit kompenzohen duke marrë hekur, varësisht sa janë mungesat. Dhe sigurisht që pika kryesore është me i sanu problemet ku kanë fillu, nëse është problem cikli, edhe që rregullu cikli, atëherë sigurisht që ginekologu është përgjegjës për me rregullu, në të kuptimin ndihmon mjeku ginekolog me ndihmu me rregullu ciklin që mos me rënë anemi. Gjithashtu edhe problemet gastroenterologjike, merret gastroenterolog, varësisht ku është problemi, ose urologu me pjesën e problemeve të procesit të urinimit, që si përmend hematurinë e tjera. Kështu varësisht prej shkaktarit merren dhe mjek tjerë dhe disiplina tjera mbrana dhe kështu është. Adretik për me shku edhe për me i pa pastaj këto, ndoshta i kemi fillimisht dyshimet se mund t'jemi të prekur nga njëra sëmundje gjatë apo diçka. Cilat analiza preferohet kur shkon për me i bo dhe për me vërtetu, cilat janë? Po, realisht për me i ditë vlerat se si janë vlerat e gjakut. Kryesisht vlerat e gjakut janë 3 linja të mëdha të elementeve gjakut, rruzat e kuqe të gjakut, rruzat e bardha dhe trombocitet. Dhe analiza më e thjeshtë, mos me ju ngarku kështu me terma, analiza më e thjeshtë e mundshme që bëhet është një hemogram. Hemogrami është ose pasqyra e gjakut. Pasqyra e gjakut, gjuhë shqipe më e drejtë me e thonë, në pasqyrë gjakut shihen hemogrami realizohet përmes gjakut periferik, përmes gishtit për 2 minuta, 1 minutë del rezultati. Në hemogram na i shohim dhe në këtë rast mjeku i shë rruzat e bardha, rruzat e kuqe që i përmenda dhe trombocitet. Dhe me në 3 linjat mëdha të gjakut, është analiza bazë për me i pa vlerat. Në hemogram, kur shohim ndryshimet që ndodhin brenda, mandej vazhdoj me analiza tjera. Sigurisht që ka edhe analiza tjera specifike. Këtë rast na bisedum për anemin. Brenda hemogramit e shohim vlerat eritrociteve, rruzat kuqe, dhe brenda saj shohim vlerat e hemoglobinës, siç e përmenda dhe hematokritit më herët, të cilat na flasin për gjendjen faktike të sasisë së tyre në organizëm. Pra, në bazë tyre na e dim a është një pacient anemik apo jo. Domthonë ballafaqimi i parë me problemin është hemogrami. Tutje, sigurisht që ka analiza tjera, më të thella, më specifike, por baza e gjithçka është hemogrami. Dhe mos me mbet borxh, kur në hemogram kemi bazë që është një lloj anemie dhe definojmë pavarësisht se cili është lloji anemie, sigurisht që kalojmë tani në pjesën tjetër analiza specifike, për shkak se mos me kërku analiza që nuk janë shumë relevante dhe që mos me ngarku dhe pacientat edhe në aspekti financiar dhe tjera, kështu që
Domethënë baza është hemogrami, tutje, vazhdojmë mandej në këtë rast e anemia për shkak mungesës të hekurit që e përmendëm, atëherë sigurisht që ka dhe analiza specifike me i pa vlerat e hekurit në organizëm, rezervat e hekurit në organizëm dhe analiza tjera që na tregojnë për me saktësu sëmundjen dhe me ditë se si me vazhdu tutje. Po sa i përket ka dhe të tjera, doktor, që shpesh edhe bën pastaj problematike për kurim tutje, është edhe leukemia që është goxha problematike. Po, praktikisht veç mos smesh borxh të anemit. Të anemit mos metën borxh pas me shikuesve të juaj mos metën borxh. Anemit thash nuk është anemia nuk është vetëm për shkak mungesës të hekurit, ka shumë lloje anemisë. Po. Siç e përmenda më herët. E përmenda edhe anemit për shkak mungesës vitaminës B12, i përmenda edhe anemit hemolitike, që i përmendëm domethënë dhe anemit tjera hereditare, siç janë matralla, dhe domethënë kur te kalojmë këtë grup sëmundjesh, atëherë hematologjia ose sëmundjet e gjakut përfshin një gamë gjarë sëmundjesh tjera, që fillojnë prej atyre që janë klinike pak më të lehta deri te sëmundje maligne hematologjike, fatkeqësisht shumë agresive dhe shumë të rënda. Leukemit që i përmende, pyete, leukemit janë varësisht prej llojit dhe varësisht prej natyrës tyre, sepse ndahen dy grupe të mëdha, leukemit akute dhe leukemit kronike. Leukemia akute është një prej sëmundjeve më të rënda ndoshta që ekzistojnë dhe me një agresivitet jashtëzakonisht, varësisht prej nëntipit saj, domethënë është jashtëzakonisht agresive dhe e rëndë. Paraqitja e leukemisë shumicën e rasteve nuk ka një shkaktar specifik dhe nuk është zbuluar një shkaktar specifik. Janë dhe është paraqitje e shpejtë, agresive, manifestim i shpejtë, manifestim agresiv, varësisht prej nëntipit thash, dhe ndonjëherë edhe nuk t'jep mundësi shumë me punu me pacient. Po, çfarë mund bëhet, doktor, në këto kushte ndoshta edhe për t'i parandaluar që të mos kalojnë në fazat që edhe shpesh mund t'jenë vështirë të trajtueshme, çfarë mund bëhet për t'i parandaluar? Të sëmundjet hematologjike, nëse po pyet në përgjithësi, në përgjithësi, nëse flasim përgjithësi, në një jetë e shëndetshme, kryesisht që kish me ndihmu, që me shfaq më pak. Kur them një jetë e shëndetshme, e kam fjalën një ushqim i shëndetshëm, përmendoj një jetë e rregullt, por disa prej shumica e sëmundjeve hematologjike praktikisht është vështirë me u ndalu, me u parandalu. Po. Shkak se disa prej tyre kanë shkaktar idiopatik, nuk dihet shkaktarin, një para, e dyta disa prej tyre vinë si pasojë sëmundjeve tjera, që tash janë të ndërlidhura me sëmundje tjera, siç përmendëm më herët. Anemit në kuadër sëmundjeve që janë, domethënë sëmundjet primare, sëmundjet kancerogjene, ose sëmundjet tjera kronike që janë, ose sëmundjet kohë gjatë me zemrën, kohë gjatë me veshka, shkaktojnë edhe një anemi sekondare. Domethënë, bukur problem është me i parandalu në total, por me i përmirësu dhe me i kalu ma lehtë, sigurisht që po. Një jetë të shëndetshme, sigurisht që ndihmon, jo vetëm në aspekt hematologjik, por në gjitha aspektet në organizëm. Po. Dhe nëse flasim pra konkretisht, doktor, për këto ka pasur edhe mendoj shpesh raste që ndoshta nuk janë njoftuar me kohë, a keni pas, cilat kanë qenë moshat, po mendoj për sëmundjet, qoftë për anemin, qoftë për leukemin, cilat janë moshat që preken më shumë kështu? Siç e përmenda më herët, në anemit, po jo vetëm anemit, por shumica sëmundjeve hematologjike janë pranishme prezente në shumica e moshave pa dallim. Disa prej sëmundjeve që janë pak më të rralla, po mendoj të palsës janë më specifike për mosha më të vjetra. Por në përgjithësi anemia i prek gjitha moshat. Edhe leukemia fatkeqësisht i prek thuajse gjitha moshat. Janë disa sëmundje tjera specifike, siç është mieloma multiple, që kryesisht ka predispozit me u paraqitë te moshat më të vjetra. Ashtu janë edhe mielodisplazit, janë sëmundje që kryesisht paraqiten te moshat më të vjetra. E kam fjalën shkak se dhe palca i fillon me kohë, me moshë, me i suka pak do ndryshime, me u plak, që është plakët dhe organizmi dhe pjesë tjera, trupit dhe organet tjera, sigurisht që edhe palca. Dhe ato janë kryesisht më specifike për shkak të tek moshat më të vjetra, por
Anemit dhe leukemit që bisedum këto dy grupe smundjesh që bisedum masi vetëm dhe u përmenden, kryesisht paraqiten pa dallim dhe në moshat, pa dallim moshe. Paraqiten dhe të fëmijët kryesisht moshat e fëmijët e vegjël i prek anemia për shkak se janë proces rritjes. Njerë fëmijët rriten më shumë ose më shpejt. Më shpejt se sa që ka kapacitet organizmi me mush rezerva, sigurisht dhe ata binë në anemi për shkak se nuk më ushqehen mjaftueshëm aq sa rriten. Dhe për shkak të mos mungesës të elementeve të nevojshme për proces të rritjes binë në anemi. Kompenzohen, përcillen, nuk është diçka shqetësuese. E te moshat e rrituna, kryesisht unë jam hematolog për të rritun, hematolog adult me u shpreh ashtu, na mjekojmë mit 18 vjet dhe tutje. Te moshat përmendoj e pjekuna, sigurisht që anemit ato që i përmendëm më herët, shkaktar varësisht prej shkaktarit. Ka disa lloje anemish, ka disa shkaktar dhe sigurisht që paraqiten. Pak më të rralla ashtu te moshat e reja njerë, por te moshat e vjetra janë më të theksuar tani, por sigurisht që nuk ka ndonjë dallimi të fuqishëm të moshës. A mund të jenë doktore këto trashëguese, po them kështu tek? Jo, ato kryesisht leukemia, nuk përmendoj që e diskutojmë dhe gjithmonë dhe ja them edhe pacientave, në smundjet malignë nuk ka të vërtetuar që ka predispozitë gjenetike ose familjare. Ndonjëherë ka pacient, po duhet të qenë pak më konkret, ka ndonjë pacient ose ndonjë familjar ndonjë pacientit, kryesisht familjar ndonjë pacientit që është shumë i shqetësuar për shkak se kanë një antar familjes ose kanë pas në smundje maligne dhe e kanë edhe frikën për antar tjerë të familjes. Dhe sigurisht që nuk ka ndonjë lidhje të vërtetuar me diçka, po në lidhje direkte ose në aspekt të trashëgimisë së smundjeve ose gjenetike, po mund me i prek pa përjashtim gjithë njerëzit. Nuk janë trashëguese. Po. Dhe nëse maligne hematologjike në këtë rast veç për me qenë më konkret, shkak se me siguri intereson pacientave. Kam pas dhe miq dhe shok që i kam mjeku familjar tyne, miq të mirë që i kam mjeku familjar tyne dhe kanë pas smundje maligne hematologjike dhe tutjen shumë herë më kanë pyet ose kanë qenë shqetësuar për antar tjerë të familjes. Po nuk është e vërtetuar në mënyrë shkencore diçka që e vërteton ose tregon që ka trashëgimi në këtë linjë. Edhe mirë që s'ka se mëndej i kish qenë problematike se për shkak një familje nëse i shpërcjell familje. Shqetësohen edhe familjarët e tjerë nëse mund të jetë trashëguese. Kjo është pak më interesante kjo çështja kur flasim për smundjet, si diagnostifikohen, doktor? Po mendoj ju kur vjen një pacient, cilat janë ato që e dini pastaj që ka të bëj konkretisht me këtë. E përmendët pra mund të jetë të lidhura me sëmundje të tjera, po si dalloni që mund të jetë probleme? Smundje hematologjike ke fjalën. Po, për smundje hematologjike. Po pacientat, kryesisht pacientat në kushte normale gjithë botën, pacientat kur kanë ankesa specifike, paraqiten te mjeku me kushte normale te mjeku familjar. Po. Mjeku familjar ose tek një sistemi pak më ndryshe të qendra e mjekësisë familjare, domthonë te niveli primar shëndetësor. Sigurisht që kur kanë bazë, mjekët familjar, specialistët e mjekësisë familjare, kolegët tanë, i përcjellin tek specialistat specifik. Në spitalet renale ose në këtë rast për spitalet renale në kujdes terciar, siç është qendra e klinikës universitare e Kosovës, dhe ata pacienta vinë të referuar, kryesisht vinë të referuar tek ne, për shkak se gjejnë hapësirë ose shohin hapësinë për me u hulumtu. Tek hematologu paraqiten kryesisht për shumë problematika, domethënë dhe për problematika të gjakut, në këtë rast vlera të gjakut në analiza dhe për ankesa tjera specifike siç i përmend ato disa prej tyre në ankesa klinike. Kur paraqitet një pacient tek hematologu, kryesisht ne e bëjmë një ekzaminim të përgjithshëm, as pari ekzaminim të përgjithshëm, po flas një ekzaminim të përgjithshëm, një anamnezë mirë, një ekzaminim fizik i mirë dhe analiza specifike. Në bazë tyre sigurisht që krijojmë një përshtypje edhe një mundësi potenciale për cilën smundje bëhet fjalë.
Sigurisht që për me plotësu, na duhet analizat tjera shtesë, varësisht për gjendjes përgjithshme të pacientit, gjendjes momentale të pacientit, vlerësohet a është për me u hospitalizua jo. Me hospitalizua bjen me ndalë spitali dhe me u lëmtu ma gjatë, ose nëse gjendja pacientit është stabile, është e qetë, është e mirë dhe nuk ka elemente për me u hospitalizu, sigurisht që përcjellet në mënyrë ambulantore. Kur përcjellet në mënyrë ambulantore, sigurisht që prej vizitës në vizitë kërkohen analiza specifike, plotësohet me analiza, plotësohet me rezultate, vjet me një përfundim, vendoset një diagnozë dhe sigurisht që fillon trajtimi konform gjetur, konform diagnozës që e gjejmë. Në një proces pak ma i gjatë ndonjëherë, domethënë kushte normale gjithmonë fola kur është pacienti në gjendje stabile, për ndryshe kur janë raste pak më të rënda, sigurisht që i hospitalizojmë dhe i përcjellim pak më gjatë. Sa është e vështirë, doktor, trajtimi i këtyre sëmundjeve dhe cilat janë kushtet realisht në Kosovë për trajtimin e tyre? Ka hapësirë për ende me u rregullua apo Besoj që kryesisht kushtet fizike kanë qenë kryesisht jo të mira ndër vite, se që po punohet dhe po jemi në pritje me kalu në me përmirësu s'pako kushtet fizike. Sëmundjet hematologjike në përgjithësi kërkojnë përkushtim shumë, sidomos sëmundjet maline hematologjike kërkojnë përkushtim shumë të mjekut dhe pacientit dhe të familjarëve. Është një farë lidhje. Realisht këtë përvojë e kam dhe prej këto dhe kam dhe prej qendrave tjera jashtë Kosovës, ku operoj si në qoftë në Universitet Zagrebit, në qendër klinikë universitare në Zagreb, ku jam pjesë të studime, përfundim të studime doktoratës, në qoftë spitale, në qendra klinike tjera, qoftë në Itali, qoftë vende tjera ku kam vizituar, ku kam qëndru me javë, në Zagreb me muaj dhe me vite. Kryesisht është komplekse trajtimi sëmundjeve hematologjike për shkak se sëmundje hematologjike malinje, për shkak se sëmundjet hematologjike malinje janë sëmundje trona, kryesisht trona, ka edhe prej tyre që janë të lehta dhe të menaxhueshme dhe të trajtueshme dhe të shërueshme krejt, por disa prej tyre janë bukur trona dhe zgjasin. Për shkak se nëse një pacient kushte normale ka një sëmundje malinje hematologjike, minimumi nëse fillon trajtimi me kemoterapi, ose imunoterapi ose me barna specifike, minimumi i trajtimit ka me qenë përafërsisht rreth 6 muaj. Kushte normale kur e trajton një pacient rreth 6 muaj, e mora një mesatare, kur e trajton një pacient 6 muaj, duhet një kondicion i jashtëzakonshëm me qenë edhe i vigjilencë, edhe me qenë i durueshëm dhe mjeku, me përcjell një pacient vazhdimisht, dhe duhet kondicion dhe prej familjarëve dhe prej pacientit vetë, me pas energjie, me pas pozitivitet, me qenë i gatshëm me ju nënshtru këshillat të mjekut dhe me u trajtu. Trajtimi merr kohë, kur po them 6 muaj rresht, njerëzit ndoshta nuk e kuptojnë drejt, se mendojnë që merr një terapi dhe prej terapisë terapi tjetër mas 3 javë ose 4 javë, mas një periudhë të caktuar kthehet. Sigurisht që pacienti kur e merr terapinë, kur e merr ciklin e terapisë, gjatë asaj periudhës deri te terapia e dytë manifeston ankesa, manifeston probleme shëndetësore, manifeston një klinik pak më traum, është target për infeksione, është normal që është më i lodhur, normal që është i çrregulluar dhe sistemi gastrointestinal, normal që ka nevojë për mbështetje të mjekut dhe në atë periudhë dhe me barna suportive ose mbështetëse, kështu që është një proces bukur i gjatë, edhe me tregu drejtën kogja e don angazhim. Po. Adriatik, edhe kështu për fund, që nuk mundem me lënë pa të pyet, kështu të ke qenë një rast që ka qenë goxha i përmendur, pastaj keni qenë edhe doktor që keni trajtuar edhe babain e presidentit, ish presidentit Thaçi. Ka qenë një periudhë besoj edhe për ty ashtu të diskutuar, stërdiskutuar edhe presioni nga mediat. Po, unë kam qenë janë i për mjekëve që e kam trajtu, edhe po mënoj periudhë pak më angarkume, po më angarkume se zakonisht, edhe sigurisht që edhe emocionalisht më angarkume, për shkak të vizitës edhe të presidentit Thaçi. Pacientin sigurisht që kemi trajtu si që trajtojmë gjithë pacient tjerë,
në gjendje bukur rëndume e përcjellën me javë tëra, disa refuzime, 3-4 refuzime praktikisht. Paraprakisht jo me kërkesë dhe me raportet të mia, po e di prej tjerëve, kërkesa dhe raporte prej mjekëve tjerë, për shkak se gjendja ka qenë shumë e rëndë, është përkeqësuar në disa faza. Po më në disa faza kur u vlon disa faza në disa periudha ka qenë i përkeqësuar dhe ka mujt lehtësisht me shku dhe më herët. Fatkeqësisht, një rezistencë jo arsyeshme e gjykatës speciale me Elshu, presidenti tha që me vizitu prindin, edhe raporti i fundit ka qenë i drejtuar raport personal i imi për gjendjen e pacientit, i përshkruar për gjendjen e pacientit, dhe sigurisht që ka qenë një proces, më tregu drejtë, nuk e kam diskutuar dhe më herët, ka qenë një proces bukur i komplikuar, jo i lehtë, paraprakisht, para se me ardh, po flas një javë përpara ka nisë procesi, me shumë kërkesa, me shumë kushte, me shumë, dhe sigurisht që ka qenë emocional. Kemi qëndru bashkë ka ditë, ma shumë se 3 orë, dhe vizita ka qenë meritore. Ato që i kam shkuar në atë raport fatkeqësisht dhe kanë dalë ashtu. Dhe mendoj që pa arsye i kanë vënu vizitën e presidentit, thotë që këtë rast për me e pa babën. Kemi qëndru për rreth 3 orë për me dhe para se me... Jo, kemi qëndru 3 orë bashkarisht në dhomë, me presidentin, babën, 2 prind e tij dhe shoqën e tij. Gjendja e pacientit ka qenë stabile atë ditë, fatmirësisht. I vetëdijshëm, i kthjellët, dhe mendoj që janë përmbush të dytë, dhe mendoj që padrejtësisht është dhënuar ajo vizitë. Vizita ka qenë meritore dhe mendoj që nuk kam dashur me fol dhe me diskutu më herët, dhe as më herët as tash jam interesuar me dhënë shumë detaje, por e di që kontribut i vogël i imi, edhe pse thash ka qenë si proces bukur i komplikuar, bukur i rëndë, për shkak se një javë përpara ka nisë dhe me shumë kërkesa e kushte, dhe jo i lehtë derisa u realizu. Sigurisht që edhe atë ditë mbarvajtje kam qenë i ngarkuar. Praktikisht pacienti ka qenë i shtrim në anën për klinikave tjera, nuk ka qenë klinik tek unë, nuk ka qenë në klinikën e hematologjisë, por është dyshuar dhe për sëmundje hematologjike. Dhe kam thënë dhe me një emision tjetër, shkurtimisht, se shumë pak kam dalë, thëmë prap, unë kam mundu me qenë korrekt, më ka marrë energji shumë, por me tregu drejtën e kam realizu, jam mundu me realizu në mënyrën më të mirë të mundshme, dhe në heshtje krejt, për shkak se kam dashur presidenti më ardhi me pa me kohë babën, me pa gjallë, me bisedu me ta si që ka bisedu dhe si që ka najt, dhe kam thënë dhe më herët nuk kam dalë shumë, për media nuk kam përmend shpesh se nuk kam qenë i interesuar në atë kuptimin personalisht, se kam thënë dhe njerë për shprejnë kështu, as se kam bë për menet madhe, as se kam bë për me dalë me reklamu, kështu as tjera, dhe tjetra një periudhë që du me sqaruar ka qenë se njerëzit e kanë interpretuar në forma ndryshme. E kam thënë dhe një emision prapë përsëris. Unë kam ditë që kam nisë dhe kam ditë që kam nisë atë proces, dhe që kam thënë për shprehna popullore që prapë përsëriti 5 parë, si kam thënë, asë nuk i jap as për ata atje, se po kam dashur me qenë korrekt, me pas kanë që tutna nuk i kisha nisë këtë farë procesi heq, se kisha qu deri në fund, edhe se kisha kry që është duhet më kry, por ndodhi ajo që ndodhi, mas 3 ditësh vdiq babai presidentit. Besoj që edhe vizita ka ndiku që me u dorëzu, po mendoj
është përmbush shpirtërisht. Po, me po djalin e tij është e ka marrë edhe pak më gjatë që të paktën Sigurisht që po, e aq më shumë që po bëhen, po mendoj dhe presidenti dhe ata vëllezërit tjerë tonë aty gjithë. Të nis prej zotit Veseli, zotit Selimi, zotit Krasniqi, zotit Mustafa, mos metëm zotit Shala, tjetër Shala, zotit Shala, tjetër zotit Ragje Shalës, mos metëm bërsh dikujt aty. Tash për momentin gjithë sigurisht që po metën zotit Mustafa e përmenda fillim edhe njerëz zotit Sali Mustafa dhe të tjerëve, kështu që mos të metën bërsh, sigurisht që baba ka qenë i ngarkum emocionalisht dhe kur e ka ditë që dhe djali i tij dhe shokët po qëndrojnë diku dhe po akuzohen padrejtësisht veç pse kanë mbrojtur pragun e shtëpisë tyre. Ajo që ishte më interesante, rrethërisht ai momenti kur ai pjesëtari i atyre që e mbronin WC i Uleksit drejtoi gishtin për ju dhe aty ai nisi edhe ajo polemika pastaj që pse duhej të drejtoi gishti doktorit, nuk ishte të bënte fare me këtë. Ajo ishte që mendoj ngjalli reagimi pastaj të bujshëm në media dhe në publik përgjithsisht. Në kom pas një bashkëpunim me ta, sigurisht që kom pas një bashkëpunim paraprak me ta, për me realizu vizitën. Kom pas do kushte, kem pas një do marrëveshje. Dhe diçka nuk ka, diçka aty kështu jashtë ranit. Unë kam qenë në detyrë zyrtare, kam qenë me mantel, unë kam sigurisht që i kam qëndru afër presidentit, sigurisht që ne kam përcjell, sigurisht që natyrshëm ka rrjedh edhe një përqafim i ngrohtë si që kisha bërë me çdo shqiptar që ish gjend në Hag ose kudo që ish gjend për çështje cilat janë ata atje. Dhe ata nështë kanë punë të vetën, por kanë punë e veta, po sigurisht që nuk ka mujt pa e ka për qafe dhe pa i thonë arsh faqebar, si që i kisha thonë se cilit prej njerëzve, prej vllazërve tonë që janë atje, ose që ishin po mëdhej që gjendën këtë rast në Hag. Se cili prej tyre që kish ardhë. Adretik, po. Me pas mundësi, se cilin prej tyre i kisha pru dhe më herët dhe i kisha pru po mënoj ku kanë vendin, i kisha sjellë në Kosovë, ku kanë vendin dhe ku kanë kontribuar dhe ku kanë disa prej tyre edhe kanë qenë plagosur dhe lutë dhe kanë derë gjak dhe kanë dhënë familjar për këtë vend dhe sigurisht që padrejtësisht po bëhen.